1 maj, për dika fest e për dika protest. Qindra qytetarë sot kishin vendosur të protestojnë, duke kërkuar paga më të larta dhe kushte më të mira për punëtorët. Mjaft punuan për gjevrek dhe ujë. Kjo ishte njëra ndër porosi që shkruhej në pankartët e punëtorëve që mbanin në duar. Kryetari i lidhjes së sindikatave të Maqedonisë, Slobodan Trendafilov, tha se punëtorët kanë shumë arsye për të protestuar, por pak për të festuar. Ве молам, макар и символично, да им го завртите сите грбот како што им го вртам ја, за да почувствуваат како е кога работник ќе ви заврти грб. Sot punëtorët kanë shumë arsye për të protestuar, por pak për të festuar. Sot po protestojmë për paga, sot po shkojmë në kuvent, në odën ekonomike dhe në qeveri, për të thënë se kërkojmë një pagë minimale prej 500 eurosh, se kërkojmë një rritje prej 100 eurosh të gjitha pagave të tjera, se kërkojmë respektimin e marrëveshjeve kolektive për rritjen e pagave dhe se kërkojmë një pagë të denjë për çdo vend pune. Me këtë fjalë, e nisi fjalimin e tij kryetari i Sindikatës për Industri Energjetik dhe Miniera, Igor Gerasov. Vëllezër dhe motra sindikalist, më në fund ran maskat në lëvizjen sindikaliste në Maqedoni. Tani më dihet kush është kush. Punëtorët, ne këtu, kjo është paranoja e lëvizjes sindikaliste e Maqedonisë dhe besoni në periudhën e ardhshme, ashtu sikurse deri më tani do të jemi mbrojtësi i punëtorit. Disa mbajnë pres konferenca me ministra, me funksionar qeveritar, nënshkruajnë ndonjë deklaratë që nuk ekziston. Besoni në periudhën e ardhshme do të jemi ende më të zëshëm, do t'i kërkojmë të drejtat tona. Ndërkaq, nënkryetari i sindikatës në sektorin privat, Ivan Peshevski, tha se 500 euro për punëtorët janë shumë, ndërsa për qeveritarët 5.000 euro që i harxojnë në këtë vikend në Greqi ju duken pak. Kjo protest për ata që 30 vite ne kanë thithur gjakun me pamuk dhe për ata që 500 euro për neve janë shumë, ndërsa tash në Greqi për vikend 5.000 euro janë pak. Kjo nuk është për brohoritje, kjo është për çdo ditë të jemi këtu në rrugë përderisa nuk na i rrisin pagat. Protestuan edhe sindikata e kulturës. Ne jemi nga Sindikata e Kulturës dhe sot jemi këtu para se gjithash se sot është 1 maj, ndërsa 1 maj është protestë tradicionale e sindikatave, kurse e dyta, të punësuarit në kulturë kanë marrë pagën për muajin mars, e cila nuk është në pajtueshmëri me marrëveshjen kolektive. Protesta filloi nga objekti i sindikatës, pastaj u drejtuan drejt kuvendit dhe më pas marshimi protestues vazhdoi drejt odës ekonomike dhe mbaroi përpara qeverisë.